kështu nuk shkon vetëm me disa individ dhe me disa degë dhe me kërku si tema do të me ndru kryetarin e partisë, cilat janë arsyet e marrin të ndryshme, ardhja zonës Osmanin, mos arritja e qëllimit përfundimtar të një rezultati më të mirë që dorë në zgjedhjet e fundit. Pastaj gjendja e brendshme e rëndë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë mendoj që nëse vazhdon LDK kështu, me çto rrugë që ka nisë, mendoj që veç të shku të poshtë, dhe mundet me një ditë shumë shpejt me bo në fraksionet e tjera. Ju dini që njerë është nda në fraksion, LDK-ja, dhe mundet sërish me ndohë një fraksion tjetër dhe mundohë për Lidhjes Demokratike të Kosovës si rezultati pak nasive, pra këto me siguri nuk e dëshiron LDK-ja, nuk ishtë dash me dëshiru. Nëse ka individ të tillë, ata është ma mirë me formu një fraksion, ose me bo një subjektri politik, por jo dhe me najtë mbranda dhe me luftu për mbranda dhe me shkatru subjektin politik. Pra nuk ka nevoj me bo këtë punë, sepse ajo i sjell dëm përgjithshëm Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nuk sjell zgjidhje në LDK. Na përkatësisht LDK kërkon zgjidhje. LDK kërkon zgjidhje për këtë punë, por jo në të asoj natyre që ata me thonë që duhet si zoti Abdulgjiki me thonë, duhet me thonë ata dërheqe, nuk është ajo zgjidhje, mi detyru njerëzit me dërheqe, sepse duhet me shfrytzu gjitha mekanizmet apo instrumentet e mbrendshme demokratik të LDK-s për gjithë zgjidhje politike. Nëse s'ka zgjidhje politike, atëherë mbetet kjo gjendje çfarë është në LDK, mbetet aktualisht sërish ky lider politik, edhe pse me qenë shumë i sinqert të shpenzu, mjaft shumë u shpenzu, kemi pa këtë kohë të ti të qeverisës në LDK, une para 4 vjetëve këmë thonë, pa ta thonë që nuk mundet me majtë të më në LDK, nështë problem me majtë të më thonë Abdulgjiku, mirë po ishte vullneti përgjithshëm i LDK-s me zgjedhë zotin Abdulgjiku kryetar.